A e kuptoni më në fund, vëllezër e motra, se sa i padenj është Sali Berisha që t'jetë në kryet PD-s? A e kuptoni ju, simpatizantët të ndeshëm të Partisë Demokratike, se Sali Berisha nuk është as pak më i mirë se ky që kemi në krye se Fatosnana? Spaku i ka qenë një kërkesë kuvendit që t'i heq Ballukut mandatin e parlamentares, që të ketë mundësin pa shkel kushtetutën shqiptare të arrestoj Ballukun. Dëgjojeni me kujdes. Sali Berisha ka mujë që çirret e vërtet të arrestohet Balluku, të shkërkohet Balluku. Ka vite që vërtet lubia Balluku. A e kuptoni ju që këta janë lojat më të ndyta, më të poshtra, që bëjnë këto maskaret që kemi në krye, që bëjnë këtë lojë, si kur luftojnë njëri tjetrin për të tallë me ju. Qëllimi i këtij monstre Berishës është thjesht të rinë në krye të PD-s. E din shumë mirë që nuk vjen në krye të vendit, e ka të qartë, edhe bën pazarlliqet më të ndyta, më të poshtra që mund të bëjë një kryetar partie. Ja legjitimon Ramos qëndrimin në pushtet, vetëm që Rama t'i legjitimoj atij qëndrimin në krye të PD-s. Kaq është gjithë loja. Loj, talje për talje, një poshtërsi që vëllezërit e mi ju s'po e kuptoni. Ka me vite që e thret lubi Ballukun, ka muj që kërkon shkërkimin dhe arrestimin e Ballukut, dhe kur Spaku i dërgon një letër kuvendit Berishës, kush janë ato leket të tjerë që vjen poshtë Berishës, Peleshit, Taulan Ballës, kur i kërkon hiqen imunitetin për arsye se kemi informacione të mjaftueshme të arrestojmë dhe nuk duam dhe nuk guxojmë ose nuk duam të krijojmë probleme kushtetuese të arrestojmë kur ajo është akoma me mandat deputetja e parlamentit, hiqen i këto. Çfarë ka bo Berisha sot, vëllezër e motra? Ka dali pari dhe ka thonë që ne nuk kemi faktet mjaftueshme për t'i heq imunitetin ky monster, ky krysh kurve, ky maskara që keni në krye që tallet me ju, që ka muj që thot të shkarkohet, të arrestohet. Ky thot ashti i përgjigjet Spakut që ne nuk kemi fakte. Çfarë faktesh ke pasti deri më sot, mar maskara, që je çirr podium për podium, që të arrestohet dhe në momentin që vjen të arrestohen e tregon fytyrën tatë të vërtet mërqen e bjorqeni, edhe thu që s'kemi fakte. Vëllezër e motra, kjo është poshtërsia që keni ju. Këtu nuk është problem që s'kan fakte. Këtu është problem për të mbrojt krimin në pushtet, duke u heq sikur luftojnë këto të opozitës. Janë një, as socialistët nuk e kuptojnë, që kanë marrëveshje të tilla të ndyta mrapa skene, dhe as demokratët se kuptojnë. I tallin e përtallin këto monstrat që kemi në krye. Vëllezër e motra, kur dikush është në hetim, edhe ai që hetohet është njeriu numër 2 i shtetit shqiptar së vendës kryeministria. Nuk jepen edhe nuk mund të jepen sekretet e hetimit, as edhe parlamentarëve vetë që duhet besu gjithçka, as me dyrë të mbyllura, se edhe këtu në Amerikë, kur hetohen për shembull njerëz, qoftë që nuk janë ata që hetohen për të implikum, është një që është të fiki qikë të së unes kjo e nëzëtësis të fiki me të që mas të bëshurën. Edhe këtu në Amerikë, vëllezër e motra, kur
diskutohet një çështje mjaft sensitive, jo diskutohet, po hetohet. Edhe këtu nuk i tregohet kongressmenëve edhe senatorëve gjithçka. Ato lutën që të vinë e të tregohen dhe s'duhet të tregohen se nuk është më sekret. Për shembull, Ezem që Belinda Balluku ka shku në Serbi në një takim edhe ka thonë mes gazetarëve serb që mund ta kanë me fol pak një dy fjalë për Bujanocin, se më kërkon llogarinë në Shqipëri. Por ju zhdukeni ato shqiptarë të Bujanocit ne do heshtim. Ezem që kjo është thonë, është në një mikrofon diku, nuk ka nevojë për hetim, por ka nevojë për ekspozim. Edhe dikush ka kërkuar t'ja heqin imunitetin Ballukut për këtë. Këtu ai ka të drejtë të kërkoj këtë lloj informacioni para se të vendosin. T'ja heqim apo jo imunitetin, por jo kur gjykatat hetimore po hetojnë një krim që akoma nuk kanë shku në gjyq dhe hetimet janë sekret. Ti të kërkosh që t'i bësh publik më qenë e birë qeni, që edhe ty nuk duhet besu se do t'i shpallesh nesër me jherë sekretet e hetimit në për podiume, mor krysh kurve. Pra, ka tërgu që është i pari që do të kundërshtoj heqen e imunitetit të Belinda Ballukut. Këto janë ato krysh kurve që keni ju, që i përkradni, do të rëkitni dhe u shkoni mrapa në protesta, që këtyre u do shinona. Këta janë njerëzit më të poshtër që kemi ne, kryesisht Sali Berisha e Edi Rama, që bëjnë zhurmë, shumë zhurmë për asgjë, much ado about nothing, ajo është Shakespeare-it, për të tallë me ne, për të na hedhë neve hisyve, edhe për të zgjatë sa më shumë qenjën e tyre. Njonin pushtet, Edi Rama e tjetër në kryet PD-s. Sami Gjoka, ka ardhë koha, ju ban thirrje, të përshëndesim edhe të përkrahim vetëm ata në mes nesh që duken se janë pak më të pastër se të gjithë. Po e gjoj janë, se steshe do thamë prapë dhe jesë, njële duke e prish gojen nga që i quhet emocioni, për vlezër e motra nuk janë gjallë të mira. S'kemi në i qo optimiste për para nesh, por ndoshta edhe su kam shumë besim as partive të vogla, se njëjtë e gjë ndodh, por ka ardhur koha për ndryshim. Aty për shembull në PS, më duket mund të shti dhe mund gaboj, se e gjej rrallë, edhe janë zore që të heshtin, një person që unë se kam dash dikur Erion Braçe, në gjanë që nuk shkon shumë me vallën e këtyre socialistëve, dhe pse është socialist. Ndoshta i do për krahje tash. Agron shehaj, edhe pse logjika e tij nuk më pëlqen shpesh herë, por guximi edhe përplasjet që ai po bën her pas hershme, mos e do për krahje. Mos e politikanët nuk duhet të jenë filozof, nuk duhet të jenë gjithmonë të sakt në ato që argumentojnë dhe thonë, por duhet të jenë të ndershëm. Ndoshta kaq duhet, edhe ndershmërinë në ato që thot ai e ka, pavarësisht se çfarë mund fshihet pas tyre në një propagandë tjetër. Pra këto lëvizjet e reja ndoshta duhen për krah, se këto maskarejt, këto dhemjet që janë, ore mund të ketë qenë fruti mirë, atje në deg, por është kalb në shport, janë kalb këta, qelbin në shtëpi, molle portokalle kanë qenë, por janë kalb, e vjen koha t'i hedhim. Nuk duhet i majmë ata, më falni për shprehen. Ore mjalë ke hungër gjithë gjonet, po mu të shbon stomakun tatë, nuk do të mësh, e mos të nëzirë jashtë, e mos të pastroj halen, së është mu të jatë. Flakni këto mutra, mërë këto maskarej, këto duen kapzvarë, mëre,
kur dalin nga parlamenti në momentin që ka thonë kë krysh kurve. Që ne s'kemi materiale, se du materialet që man peleshin në kasafort, ne nuk e dim në i man. Qëfar i donë ti materialet? Ti e ke bo, ke muj, ke vite që thu të dënojmë. Qëfar i do materialet që të bindesh mos të dënojmë? Ti s'ke nevoj për material më maskara, se ti do të dënosh edhe në qëse do të dënosh, ti do të heqesh edhe qafe në qëse do të heqesh, me se pa material mërqene bjërqeni. Materialet mund të kërkoj Tauland Balla, mund të kërkoj Peleshi, që edhe pse e kanë shqetot pastër që është kriminele dun të mbrojnë më çdo kusht dhe thonë po s'kemi materiale, po jo ti mërkrysh kurve. Sami Gjoka ju përshnet.